Një tjetër tragjedi dyshohet se ka ndodhur natën e 19 dhjetorit në Mesdhe, ku 116 persona që ndodheshin në bordin e një anije që transportonte emigrantë janë mbytur, ndërsa vetëm një person mendohet se ka shpëtuar. Njoftimi i tragjedisë është dhënë nga Alarm Phone, që ka rindërtuar ngjarjen tragjike. Në orën 14:19 dhjetor, Alarm Phone u informua për një varg që u nis nga Zuara mbrëmjen e 18 dhjetorit duke transportuar 117 persona. Sipas informacionit të marrë, nisja kishte ndodhur rreth orës 20 sipas orës lokale të mbrëmjes së mëparshme. Ne u përpoqëm vazhdimisht të kontaktonim anijen nëpërmjet telefonit satelitor, por pa sukses. U njoftuan rojet bregdetare dhe OJQ-t përkatëse, pavarësisht se nuk kishim një pozicion GPS-i. Kur kontaktuam rojen bregdetare italiane, ata konfirmuan marrjen e emailit ton, por e mbyllën menjëherë telefonatën pa dhënë ndonjë informacion apo siguri të mëtejshme. E ashtu quajtura roja bregdetare libiane na tha në telefon se ata as nuk kishin shpëtuar dhe as nuk kishin kapur ndonjë anije më 18 ose 19 dhjetor. Mbrëmjen e 21 dhjetorit morëm informacion se peshkatarët tunizian kishin gjetur një të mbjetuar në një varg druri. Ai thuhet se kishte deklaruar se kishte qenë në një udhëtim të nisur nga Zuara 2 ditë më parë dhe se ishte i vetmi i mbjetuar, njofton Alarm Phone. Sipas dëshmisë së tij, vetëm pak orë pas nisjes moti u përkeqësua ndjeshëm me era që arrinin deri në 40 km/orë. Ai ishte jashtëzakonisht i dobët dhe nuk mundëm të merrnim një përshkrim të detajuar të asaj që ndodhi. I mbjetuari thuhet se u transferua në një spital në Tunizi nga peshkatarët. Alarm Phone është përpjekur ta verifikojë këtë informacion, por ende nuk ka qenë në gjendje ta konfirmojë plotësisht. Gjatë periudhës 18 deri më 21 dhjetor asnjë anije nga Libia nuk mbërriti në ishullin e Lampedusës. OJQ-t e pranishme në zonën më zgjerë në atë kohë nuk mundën ta kërkonin varkën, ose sepse kishin lënë zonën përpara se të ndodhte mbytyja e supozuar e anijes, ose sepse nuk lundruan mjaftueshëm larg në jug për të hasur varkën. Më 22 dhjetor, Seabird 3 dhe Sea Catch kreu një kërkim në zonën ku besohet se ka ndodhur mbytyja e anijes, por nuk gjeti as të mbjetuar dhe as gjurmë të dukshme të një mbytje të kohëve të fundit. Përveç kësaj, avioni Frontex Osprey 4 fluturoi në zonë më 20 dhjetor, dy herë më 21 dhjetor dhe përsëri më 22 dhjetor dhe nuk gjeti gjurmë, thuhet në njoftimin e organizatës.